Vetëm 3 gjethe nga kjo bimë I japin lam të mirë çdo problemi, ja si ti përdorni. Në familjen e bimës së mentes ka mbi 30 lloje të ndryshme, pothuajse të gjitha kanë të njëjtat veti mjekësore dhe përdoren po një lloj si të tjerat, por më e zakonshme është mentja piperita. Ajo mund të ofrojë shumë substanca të mira që mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ka veprime si tonik tretës, parandalon të vjellat, relakson enët periferike të gjakut, nxit djersitjen por edhe ul temperaturën e lartë. Nxjerr gjithashtu edhe lëngun e tepërt të tëndhit dhe vepron si analgjezik. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo mund të përdoret së bashku me të gjithë elementet e saj ushqyes për të vënë vlera të larta për shëndetin. Çaji, vaj, gjithashtu edhe përdorimet të tjera të saj do të jenë të larmishme dhe dobiprurse për organizmin tuaj. Një gjethe e vogël me një ndikim të madh. Zbuloni si kjo bime lashtë ndihmon trupin dhe mendjen në mënyrë të sigurt që mund të mbajë larg komplikacionet dhe të mbështesë gjithashtu organizmin tuaj në tërësi. Mentja ose mentha piperita është një nga bimët më të vjetra mjekësore që përdoret si në mjekësinë popullore, ashtu edhe në atë moderne. Përbërësi kryesor I kësaj bime është mentoli, ka efekte të mira edhe për sistemin nervor, tretës, gjithashtu edhe atë respirator. Ja si ta përdorni menten në mënyrë të sigurt dhe efektive për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që I kanosen në tërësi organizmit tuaj. Mendja është një bimë me shumë përfitime të larmishme. Ajo do të lehtësojë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të kokës. Një nga përfitimet më të mira të mentes është edhe lehtësimi I dhimbjeve të kokës. Ndaj përdorimi I saj në mënyrë të sigurt në dietën tuaj ditore do të japë rezultate të veçanta ushqyese për shëndetin tuaj dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe këto komplikacione. Mentja është një nga bimët më të mira. Studimet klinike kanë treguar se aplikimi I vajit lokal të mentes 1 deri në 2 pika në tëntha pra në ballë dhe në qafë do të reduktojë ndjeshëm dhimbjet e kokës për 15 deri në 30 minuta. Kështu rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë të mahnitshme dhe do të keni gjithashtu edhe përfitime të mira në dobi të shëndetit. Efektet vijnë nga veprimet ftohtëse të mentolit mbi receptorët e tënthave dhe gjithashtu lehtësojnë dhimbjet tuaja të kokës, duke ndihmuar në një relaks më të mirë dhe uljen e ndjesisë dhimbjes. Mendja është një bimë që mund të japë përfitime të mahnitshme, sidomos kundër problemeve me sistemin tuaj tretës. Çaji nga mentet, sidomos edhe pas vakteve të rënda, ndihmon në relaksimin më të mirë të zorrëve tuaja, uljen e fryrjeve të barkut, gjithashtu edhe në mbrojtje më të mira të organizmit. Ajo mund të ulë gjithashtu spazmat e muskujve në rast të sindromës së irrituar. Një analizë e vitit 2019 mbi 12 studime të ndryshme tregoi se vajrat e kapsuluara të mentes ndihmojnë në qetësimin e simptomave të zorrës së irrituar tek personat të cilët kishin këto komplikacione. Mentja është një bimë që mund të japë përfitime të larmishme ushqyese gjithashtu edhe në mbrojtjen e sistemit tuaj të frymëmarrjes. Ajo mund të përdoret në forma të ndryshme. Mentoli tek bimët e mentes do të ndihmojnë në hapjen e rrugëve tuaja të frymëmarrjes. Ajo mund të përdoret gjithashtu duke shtuar 5 pika vaj esencial të mentes në një tas me ujë të nxehtë dhe të thithet avulli për 5 deri në 10 minuta. Çaji gjithashtu nga gjethet e mentes do të japë përfitime të larmishme në këtë aspekt, duke ndihmuar në lehtësimin dhe relaksimin e sinuseve. Mentet mund të ndihmojnë gjithashtu në rritjen e energjive trupore dhe përqendrimin tuaj. Studimet kanë treguar se elementët që gjenden te mentet mund të përmirësojnë kujtesën tuaj afat shkurtër dhe të riparojnë gjithashtu edhe mbrojtjen më të mirë të organizmit tuaj. Ajo mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe relaksin tuaj më të mirë të organizmit. Mund të përdoret duke u masazhuar dhe vazhdimisht do të rrisë edhe energjinë tuaj. Mentet mund të përdoren gjithashtu edhe për lëkurën edhe si aromaterapi. Përdoren të freskëta për lëkurën pasi e keni ekspozuar atë në diell.
Si përbërës në kremrat e ekspozimit, ajo mund t'japë rezultate fantastike në uljen e stresit të lëkurës dhe qetësimin tuaj. Por kur duhet të shmanget përdorimi i mentes në përditshmërinë e dietës suaj? Edhe pse natyrale, mente nuk është e mirë për të gjithë. Sidomos, ka disa raste kur duhet të tregoni një kujdes të shtuar për përdorimin e saj. Tek të vegjëli nën 5 vjeç, nuk duhet të përdoret mentja sepse mund të shkaktojë ngushtimin e rrugëve të frymëmarrjes. Mos përdorni vaj të mentes në mënyrë topike tek këta persona pasi mund të ndikojë problemet edhe në rritjen e tyre. Te personat me refluks gastroezofageal, menteja nuk duhet të përdoret, pasi mund të shkaktojë probleme të aciditetit dhe të rrisë gjithashtu dëmtimet në shëndetin tuaj të stomakut. Është një mundësi që të tregoheni të kujdesshëm në këto situata për të evituar kështu dëmet që ajo mund të shkaktojë në organizëm dhe në shëndetin tuaj. Tek personat të cilët marrin medikamente të caktuara specifike, mentet nuk duhet të përdoren. Antiacidet, barna për presionin e gjakut, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun në rast të trajtimeve mjekësore me këtë bimë të veçantë. Ekspertët e rendisin atë si një nga bimët më të mira për sa kohë përdoret me kujdes, do të lehtësojë një sër komplikacionesh, por gjithmonë duhet të dini edhe rastet kur nuk duhet ta përdorni atë. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe çajin e mentes. Çaji i mentes ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore. Nenexhiku njihet për vetitë e tij antibakteriale dhe antiinflamatore, mund të ndihmojë në luftën kundër infeksioneve dhe inflamacioneve dhe të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të trupit tonë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe dhimbjeve të fytyrës. Ai do të lehtësojë në mënyrë të mirë kollën tuaj dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet që ju shkakton edhe në traktin respirator. Është e rëndësishme të përdoren me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe më të larmishme. Mentoli, përbërësi kryesor që gjendet te mentet, kanë aftësi të mira të pastrojë zgavrën e hundës dhe traktin respirator dhe të lehtësojë gjithashtu edhe funksionin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Është një mundësi e çmuar që mentet mund ta japin atë vazhdimisht edhe në këtë aspekt të shëndetit. Mentet mund të promovojnë një tretje më efektive. Menteja ose nenexhiku ka aftësinë të pastrojë zgavrën e hundës dhe traktin tuaj respirator, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në këtë aspekt, duke dhënë gjithashtu një mundësi më të mirë edhe për sistemin tuaj tretës, duke bërë që ushqimi të mos rëndojë stomakun tuaj dhe të krijojë komplikacione. Ajo ndihmon në tretjen e yndyrnave të rënda. Nenexhiku do të rrisë gjithashtu edhe ndjesinë e prodhimit biliar, i cili është i rëndësishëm për ushqyerjen e atyre persona që konsumojnë yndyrna të tepërta. Ky çaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i jepni organizmit dhe të mbani larg komplikacionet. Ajo lehtëson edhe sindromën e zorrës së irrituar. Sipas një studimi të vitit 2023, çaji i mentes mund të jetë veçanërisht i dobishëm për të lehtësuar simptomat e zorrës së irrituar, duke formuar kështu lehtësim dhe përmirësim të menjëhershëm të situatave tuaja urgjente. Përdoreni atë në të mirë të shëndetit dhe do të ngeleni pa fjalë nga rezultatet që do të keni nga përdorimi i mentes. Mentet do t'japin gjithashtu reduktim të stresit dhe një relaks më të mirë të trupit. Nenexhiku ka aftësi të mira qetësuese duke ndihmuar në uljen e ankthit, gjithashtu edhe problemeve të tensionit të lartë, ndërsa në të njëjtën kohë do të promovojë dhe relaksin e trupit dhe të mendjes dhe do t'japë gjithashtu rezultate mjaft të mira ushqyese për ju. Si çdo barishte, nenexhiku duhet të konsumohet gjithmonë me moderim. Konsumi i tepërt mund të shkaktojë reaksione të ndryshme alergjike dhe probleme të imunitetit tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë shmangjen e tij gjatë shtatzanisë për të mos ndërlikuar gjendjen tuaj dhe të mos rritur komplikacionet. Mentet, përveç shijes së tyre të mahniqme, mund të ofrojnë një sër përfitimesh të pabesueshme në shëndetin tuaj. Shtojeni atë në pije ose në gatimet tuaja të përditshme për të marrë këto vlera. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.